Nusja e ish kryeparlamentares Topalli merr pjesë për herë të parë në festivalin e filmit në Cannes. Modelja shqiptare Cindy Marina, partnerja e djalit të ish kryeparlamentares Josefina Topalli, ka marrë pjesë për herë të parë në festivalin e filmit në Cannes, një prej eventeve më prestigjioze në botë për kineman. Në një bisedë live në emisionin Rudina në TV Klan, ajo ndau emocionet dhe përjetimet nga kjo eksperiencë e veçantë. Ishte një emocion shumë i madh kur e mora ftesën. Në fakt, kjo ishte hera e parë që unë kam marrë një ftesë për festivalin e filmit në Cannes dhe vërtet isha shumë e lumtur, dhe ishte një nder për mua që të isha atje në mes të yjeve të Hollywoodit. Por jo vetëm. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, isha aty për 4-5 ditë, tapeti ishte vetëm një natë, sepse netët e tjera kishte më shumë filma dhe premiera. Unë kam përjetuar disa emocione shumë të bukura, kam parë një botë krejt tjetër. Kam parë një nga evenimentet që është një ndër më të mëdhenj në botë dhe e kam shijuar shumë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.